Kush është? Një natë, papritur, në dhomën e Valbonës, vjen Alma. Ajo ka ikur fshehur azi nga qendra e rehabilitimit. Alma, mblidhe mendjen tani. Qa ka ndodhur Riku mbaroi, edhe me të shtëpisë gjërat do rregullohen, vetëm kështu siç del nuk e ke mirë, e kupton? Pastaj ata, Çfarë ata? Të paktën të kishin pensionin e nënës. Harrove ti moj që ajo... Një natë, Kanoja dëgjon një bisedë mes të birit dhe nuses. Me shërbime. Ajo tronditet dhe në vetminë e natës kërkon një rrugë tjetër për jetën e saj. Pa i thënë kujt, ikën në azil. Por kur e merr vesh flutura, shkon dhe i lutet që të kthehet përsëri në shtëpi. Të lutem ktheu. Të lutem. Të premtoj që do mësoj më shumë. Të premtoj që do gatuaj, ta shtrydh leckën 3 herë. Nën, të lutem, edhe përpara se do ta vesh çdo ditë. Të lutem, nën, vetëm ktheu. Agroni, që pas lirimit nga policia bën punë të rastit, takohet me Pernatin. Pas ka në lulkat, Si kështu? Më lërë të qetë. Edhe ty të ka zënë reforma? Kështu të papsha, Ja, kështu, me shiu dhe zheku. Po më lërë më të qetë të tash! Do të më shosh, do të punoj! Po? Niku mëson nga Valbona mbi gjendjen e vërtetë të Almës. Ai tashmë është në mëdyshje se si të veproj. Shpejt, se nuk kam kohë. e njeh këtë? Edhe ta njoh, çfarë pastaj? Shiko, unë e kam stërruar në Itali, kur shpëtoj herën e parë. Herën e dytë, vështirë të shpëtonim të dyja. Nga Athina, Vera shkon në Alpe. Asaj kanë thënë se djalin e ka rritur një grua malsore, por ndodhet para një të papriture të hidhur. Urdhoni. Kjo zemër e din, qysh e kam quf shehtas në një makinë të huj që sillte barna e rroba. Pastaj e morën e çunë në Itali. Nuk e pash më djalin. Mua më del shpirti që ti të ndjesh sa më mirë. Edhe ti më përkëdhelesh. Ndërsa një natë, në shtëpinë e Agronit, plas shamata. Përkundrazi, unë shkollë jam më e diskriminuara. Në do ta dish? E fundit. Si themoj? Po përsërit edhe njerë këtë të fundit, përsërit. Na qënka më e diskriminuara. Po, unë jam më e varfra. Në qoftë se do ta dish se kur s'keni pyetur për mua. Unë jam më varfanjakja. Dal nga shtëpia me 500 lekë, sa për bler një byrek me gjiz. Nuk kam lekë bler një shishe ujë. Nuk ulem dot në lokal me shoqet e mia se nuk kam lekë për bler një kola. Ndërkohë që shoqet e mia dalin me 5-10.000 lekë ditë për ditë në xhep. Po nuk e keni pyetur ndonjëherë veten ju si ndihem unë, Si jetime ndihem. A dini ju si më shohin shoqet mua në shkollë? Me përçmim shojnë, ashtu si që jetë vajza e një proletari. Moj vajzë, nuk pas ka kuptim për të fjala i varfër apo i ndershëm. Po çfarë ka kuptim, moj? Çfarë duhet të bëj unë? Duhet të vjedh, çfarë të bëj?
I pasur nuk bësh vetëm duke vjedhur. Bëj si bëjnë tjerët. Të bëj si bëjnë të tjerët. Të bëj si bëjnë të tjerët. Kështu më the? Atëre po bëj edhe unë si bëjnë të tjerët, kur vajza i kthen fjalën babait të saj. Na! Masakron! Birë, mos ma qëllo vajzën! Mos ma qëllo vajzën të tash! Më mirë më qëllo mua! Mos ma prek vajzën! Lere vajzën të qetësohet! Lere vajzën të qetësohet! Mos ma qëllo vajzën! Mos ma prek vajzën! Mos ma prek vajzën, se kam rritur ja. Një thelmish. Më mirë më qëllo mua. është mi, more birë. Vajzë më lerë mua. Merën unë veshmetën. Unë ja gjegjuhë në saj. Që më ne kështu, more. Lerën i morë këtë forësi më njanë. Se po mbyteni me i luguj, po mbyteni. Lerën i more shtruar. Po janë hallet e jetës, more birë. Hallet e rritjes. Unë i more gjakrat. Dhe qetësohuni. Kujtove se shpëtove, por unë s'të ndahem. Hajde. Hajde, tikim të flëm. Hajde. Tani jam më mirë. Nesër do ikin në shtëpinë time. Po pse ke frikë që mos ta vjedhin atë dhomë? Do iki se edhe punës ja kam varur. Pa mbaruar ilaçet, nuk e për të lëvizur. Hajde. Që po ndonë me mua kështu?
keqen, motra. Hajde qetëso tani. Të lutem. Po mos e mbaj mendin atje, të lutem. Vera. Vera. Niko. Shkova për të takuar fëmijën edhe gjeta hiqin. E kanë braktisur në një makinë me targat huaja që sillte ilaçe. Atëherë do të thotë që ke akoma shpresë. Kujdes. Nuk mund të. Nuk mund ta përballoj me këtë gjë. Tani jam unë ajo që duhet largohem nga televizioni. Duket gjithçka e kot, pa kuptim. Jo, mos e thuaj këtë fjalë. Ti për mua nuk e qenë thjesht një bashkëpronare. Ke qenë dhe një mike e pazmendsueshme. Ti më dhën forcë të ecim përpara. E di shke? Shkoj me ama të drekën që kemi lënë. Faleminderit, Niko, po nuk mund. Një herë tjetër. Shkujton ti, ha? Të më bërtetit. Të ty të më do t'i mizmoj. Në të mbroj ty. Ti e shpresë të ka të shkërdata ti. Të ka të kashnurët e tu. Ato të lemeve që thonë se e rëmbyrë. Më i kurve dreqit. E ti sa kam parë si puna jote. E ti sa kam dalë në televizor nga ato që kam rëmbyrë unë. Po unë prapë, tu jam. Po le. Le, bon me kaq. Po ti qke? Vjen keq? Po çam vjen keq, si që lam. Si e lam? Do merre mu me këtë punë, ta thash. S'ke besim. Okej. Merre mu pra. Ja, ta lash. Po ti sigur je zbutur më duket. Ti veti të marr shpirtin. Ore ik thash. Ik pa merak. Merre mu me këtë punë. Po le.
Zyraka Guri. Zyraka Guri, po, është pronare e firmës Bleta. Është e nevojshme të mbahet në vëzhgim. Qartë. Alo, Dritani jam. Fole? Vetëm sa I dëgjova zërin dhe e mbylla. Çfarë ti thoshe? Bolli jam bërë e bezdisshme. Jo, mos e forso më. Ku I ke pejsazhet e tjerë? Sa për shita? Kur të vija I piktori, thuaj që jam profesor Petriti edhe e pres në studio, dakor? Nuk kam ku ta gjesi, I dash para të iku. Mirë, e gjej vetë. Mirëdita, më fal që të shqetësoja, po unë do doja portretin një fëmije, po në fakt nuk kam fotografi. Nëse mund e lëva. Po? Alo? Dritani jam. Alo, Dritan. Të lutem fol pak më qartë. Po pse po qan? Ha? Çfarë ka ndodhur? Mirë. Mirë ja se po vion. Më prit të parku. Mirë, erdhë. Ja kështu ka ndodhur. Të më falësh që të shqetësova, po u lodha së shpresuari. Tashmë më duket mendim I ka. Nuk mund të një thoshe në telefon këtë gjëra. Nëse ti nuk dëshiron, kjo është hera e fundit që takohemi. Mbase gabova, po nuk e di, le të themi se desha të shikoja. Ky nuk është gabim, Vera. Ka gjëra në jetë që nuk janë gabim. Ato janë thjesht ngjarje që nuk përshtaten me rrethanën, ose
janë të vonuara, ose nuk janë në kohën e dur, ose nuk e di se si. Mbase gabova. Ndoshta nuk kam të drejtë të ndërhyj më në jetën tënde, por u lodha së shpresuari. Jam në panik, ndjehem e vetme, nuk kam ku të mbështetem. E di që nuk është faji yt, por ti të paktën nuk je e vetëm. Ndërsa unë jam lodhur me fatin tim. E di. Çdo gjë ka çmimin e vet. Po, përderisa ai ndodhet në këtë botë, çfarë si ka se sa i rëndë është këtë çmim? Ne nuk duhet ndërpresim rrugën tonë. Dhe përderisa ai është midis nesh, ne duhet ta vazhdojmë së bashku. Ndonjëherë më kaloj në kokë kalimthi disa mendime të zeza. Po ne do t'i kalojmë së bashku. Faleminderit, Dritan. Jo, nuk duhet ma thoshe këtë fjalë. Duhet ma kurseje këtë që të mos ndihesh ai huaj edhe i kot në këtë vend. Atëherë të kërkoj të falë. Vera, nuk duhet të ma thuash më këtë fjalë. Mbase këtë gjë duhet ta bëj unë. Mbase tani është koha. Nuk e di. Duhet kem lënë shumë gjëra pa t'i thënë. Po kush e di se kur do t'i them. Mere, ha diçka. Mere. Po pse rri kështu? Po ti fol të paktën. Se nuk po të bëj asgjë të keqe. Të vras vetën. Në qoftë se nuk na vret ai më parë. Ai është shoku jot. Shoku im. Nëse unë s'mund t'i them dot gjitha. Pse ai s'më bëri asgjë ti më shkatërrove jetën. Ta shkatërrova unë. Po ti erdhe vet. Erdhe se isha e tradhtuar. Isha e tradhtuar nga i dashuri. Nga shoqja ime më e mirë. Isha e pambrojtur dhe prandaj të besova. Po nuk duhet, pra. Me këto kohë që kanë ardhur, s'mund t'i besosh askujt. A kështu thua ti? Se kështu është e vërteta, pra. Po mirë, pse më ban mbyllur të, pse s'më lotike? Po ku do të shkosh? Do që unë të hap lumbin kokë. Dhe po e hëngra unë dhe hash dhe ti. Ti është e bindur. Po sigur do shtë në polici. Në polici? Polici. Po për mua është e për vonë. Pa, po mirë vonë se kur. Më t'i gjo me kujdes. Unë kam menduar t'i shka. Më beso. Nuk të beso. Ti vetë më the pak më parë që s'duhet t'i besoj asnjë rjet.
Po mua duhet më besosh. Se më kam mbetur akoma pak burni. Burni. Burni? Si nuk më përpiu dheu kur i thash Dritanit ato fjalë. Shpresa, vërtet jem bërë kaq egoiste dhe cinike, ha? Tallaçe. Po leremi ato. Pastaj ti jemi midis dy zjarreve. Midis dëmshurisë për fëmijën edhe dashurisë për Dritanin. Kështu që kur më dha atë përgjigje nuk e desha veten. Vera. U vonuam. Kush e di sa të më qërtoj Berti? E di çfarë shpresa unë nuk po vi më mirë. Aman, paj zotin dhe ti tani. Gjithnjëj një tja vazë. E shikon? Është mërzitur në mua dhe po të merr ty. Alo, Berti shpresa jam, ja tani po vim. Dritani jam. Kush? Dritani. Më fani, jo folini. Po, faleminderit. Alo? Në atë periudhë në fshatrat e Shkodrës Po? kanë quar ndihma me ilaçe, kryqi kuq ndërkombëtar dhe Karitasi. Po. Unë jam duke ndjekur të dy pistat. Po. Të më falësh që të fola aq ashpër që parë. Mbau. Mos u ligështo. Jam në një mbledhje në teatrin kombëtar. Në rregull. Atëherë, mësimi i ri që do të kemi për sot është paragjykimet. Si formohen ato dhe e fundit e më e rëndësishmja është se si luftohen paragjykimet. Babain tim e kthyen prapë polici. Paragjykimet janë prirje të përgjithshme, të ndërtuara dhe negative nika e vetme. Mami im ka shoqërime të mëdhenj. Qetësi në klasë. Qetësi mendje në mësim. Paragjykimet kthehemi edhe një herë, ju lutem. Urdhëro. Po kjo? Është një nga viktimat. 2 bandit në Itali kërkonin të rëmbenin për prostituim bashkë me shoqen e saj. Shoqen e saj e rëmbyen. Ndërsa kjo rezistoi, po përfundoi në gjendje tepër të rëndë në spital, e masakruar. Kur erdhi këtu, ne na erdhën disa të dhëna nga Interpoli, që shoqja e saj ndodhej në qendrën tonë të rehabilitimit. Në fakt ne i ballafaquam të dyja, por ato e mohuan njëra tjetrën. Faleminderit. Pra tham që paragjykimet janë qëndrime të ngurtësuara dhe negative që dëmtojnë marrëdhëniet midis individëve. 2 janë mënyrat kryesore të formimit të paragjykimeve. E para është mungesa e tekstuar e informacionit, që vetë ne kemi ngjarje të ndryshme, fenomene, sende apo mbi vetë individët me të cilët ne krijojmë marrëdhënie çdo ditë. Dhe mënyra e dytë e formimit të paragjykimeve është heterogeniteti në grup, pra të qenit të ndryshëm nga njëri tjetri. Ne jemi të ndryshëm në profesion, jemi të ndryshëm në mendim, të ndryshme në qendra, të ndryshëm nga njëri tjetri. Të ndryshëm në ndryshëm në paragjykime.
Cila është teknika më e rëndësishme për të luftruar përretësinë? Dhe i bëjnë ato që shpesh janë konfliktuale. Cila është mënyra e vetme apo një teknikë e cila njihet në psikologji, pikërisht për të luftuar përretësinë? E vetmja mënyrë dhe teknikë. Suse, ka mundësi të shkoj pak në banjë se s'po ndjem shumë mirë. Po, patjetër. Ty pra mund ta shoqërosh shoqen nëse ka nevojë? Po. Zana! Zana, hape derën ditë, Zana! Zana, mos e përdor sa s'është bon, Zana! Zana! Ti, Zana! Zana, di! Po të përdor që të derë, ha? Së ka dërguar të një ligë, ja? Haj polici baba jo, do të bësh, pa hape gojnë. Hyrë! Po të kisha akoma studentët, do të kisha dënuar. Po ti nuk je më studentja ime tani edhe as djalli nuk e di se kush je. Njëherë me policë, njëherë pa policë. Njëherë si vajzë, njëherë si djalë. Po të pyes për të fundit kujt janë këto piktura, sepse që kanë vërtet të arira. Kanë të mjetë. Valbona, po të pyes për herë të fundit. Këto piktura më ngrohin. Japin dritë. Më ngushëllojnë thellë në shpirt. Të kujt janë, duhet ta njoh sepse duhet bashkëpunoj me të. Ajo nuk ndodhet këtu. E ku ndodhet? Në Itali. E si mund të lidhesh e ti? S'kan treguar ato të hetuesis që unë kam qenë agjente e fshet, andej? Vajta ta takoja këtë piktor, po të shkretin e arrestuan, kështu që më mbetën mua punët. U sqarova? Unë do ta pres derisa të dal. Sepse e ndjej nga stili, nga ngjyra që këto janë pikturat e një studenti tim. Edhe kur ta takoj, do t'i puth duart. Sepse nuk më ka zhgënjur. Grua, mos ngul kem si mushka! Ajo vajzë më pëlqen, le ta ketë djati berber. Tani kam mbetur vetëm të shikohen dy të rinjt. Edhe mos më merr më në telefon se me hejte. Dëgjon, unë kam një telashe ti, unë e ngrinja vas. Haj!
Nderoj zoti ministër. Në dashuri mike, respekt. Sinqert po të shkoj. Me respekt zëvendës ministër. Dritan Muçi. Kallëzim penal për disa çështje ligjore në monumentet e kulturës. Ku është dritani? Ka shkuar në një mbledhje në teatrin kombëtar. Njoftoj të viu urgjentisht. Si urdhëron. Alo? Zoti Dritan, ju kërkon urgjent ministri. Në rregull. Çfarë? Hiç dorë nga ajo punë se do t'i koka. Ndalo tek në studio fotografie. Mirdita, shkarkoj të lutem këto fotografit që janë këtu, vijin marrë në pas. Po, faleminderit. Alo? Alo? Alo. Po. Filloi lufta, ëh? Vepro. Po. Me patjetër. Rreth. Ashtera e du që më kundërvjesh. E të tash të mos gatosh me gjërat të tjera. Edhe unë ju sqarova, zoti ministër, janë bërë shkelje të rënda, sidomos me tenderat, që i merr gjithmonë në njëjta firmë. Nëse nuk ndërhyjmë shpejt, atëherë dëmi do të jetë i pariparueshëm. Nuk të lejoj të nxish punën e dikasterit. Morë vesh edhe mos të dërgosh stresa të tilla mua. Dakord atë. Nëse nuk e bëni ju ndërhyrjen, atëherë unë do të bëj kallëzim penal. Çfarë? Besoj e kam këtë drejtë. Që nga mendje matë dhe fodull. Atëherë s'ke punë këtu. Jep dorëçën. As kërcenimet atyre atje jashtë edhe as tërheqja jote. E gjithse edhe atë mund ta bëj. Në shpeson. Jo hodha të gjitha dhënat në internet. Tani të lutemi Zotit që të na ndihmon. Hajde, shpesh të po vinë. S'kemi anë vesh. Ti kush do t'i ka dhënë gojës? E kush i pas ka dhënë gojës, nu? Po të djetë tani të ishte copa. I dis t'i jepi shokë. Ora prit një sekundë, mes natës do ikim. A me njëri nase. Ana, çfarë ke? Ha? Çfarë ke? Çfarë ke? Mos më prek me dorë, mos skara!
jemi kë. Nga po shkon ne. Ka pas të. Na do atje më dha të ke ku shkon. Vete, e ku. Ti je në aftë. Para. Një. Si po shkon operacioni? Vazhdojmë ndjekjen e personave. Duhet të më lajmëroni për çdo gjë të re. Po kuptova, për çdo gjë të re do raportoj me një. Kujtë thua dorëzoni. Ik tash më. Ora ik më shkardhat me gjitha pistolet futi. Më shkardhat futi. Dovate. Mos lëviz, policia. Dëgjo. Fotografinë e fëmijës. Ndërsa shpresa vazhdon kërkimet për gjetjen e fëmijës, Vera sjell një lajm të hidhur. Çka dëgjuar ajo në lajme? Kujton se nuk e ka marrë vesh. Edhe këtë surprizë mas pulove? Pas vrasjes së shokut, kapoja kërkon t'i shpëtojë rrethimit. Do t'ja dalë mban? Në zyrën e Perlatit vjen Ana. Perlat nuk dore dot më. Nga do që vete më qepen gazetarët. Se s'thua që ke bërë famshme.
Dëgjoj, nëse nesër del fotografia ime me gjithë emër, unë atëherë do detyrohem. Çfarë do detyrohesh ti? Zyraja kërkon të shpëtoj shokun dhe kushëririn e saj. A do t'i arrijë qëllimit? Jam mësuar me këtë jetë qenç. Po ai tjetri. Unë e njoh shumë mirë. Dhe jam e bindur 1000 herë. Një ditë në shtëpinë e Agronit vjen Vera. Mbritur ndonjë kurth edhe Zonja Vera, në drejtësi nuk flitet me retorika. Flitet vetëm me fakte. Pse fillon të më ngresh nervat Zana? Pse më ngre nervat? Përsëri në shtëpinë e Zyras plas sherri. E mbaj unë në dorjetën time. Merr vesh? Jo, nuk marr vesh. Sepse ti do të bësh çfarë të them unë. Morë vesh se ma nxive jetën. Shko këtu. Zana. Çfarë më? Zana. Ky studenti që konkurroi në Akademinë e Firenzes. Me çfarë vepre? Në studion e Petritit vjen Valbona. Ata zbulojnë ngjarje të reja. Me portretin e zonjës Shkodrana. Qartë. Thonë se hynë edhe del në Shqipëri me dokumenta false. Tani Petriti heton lidhjet e Perlatit me trafikantët. Sikur t'jetë e vërtet, do t'a vrisja me dorën time. Kur i vajtë Angjeli, nga disa nuk mbyti. Okej. Faleminderit. Kaq kisha për këtë radhë. I shqetësuar nga takimi, Perlati shkon në studion e Elmasit. Po të dalë boshit. Merë masë sa nuk është vonë. Ndryshe, u dojgje. Çka për pak? Maj pak celulare. Askush nuk më shtyll. Vera takohet me Anën. Juan, i pashbir, donte të më shfrytëzonte dhe mua, si atë tjetrën që lash ta xante braktisi. Ajo tjetra? Jam unë. Si the? Edhe ai nuk është as Don Juan, edhe as i pashbir. Ana, po të lutem. Një mëngjes, në korridorët e spitalit, dëgjohen hapat e hetuesit Agron. Cilin kërkon ai? Ndiqni serinë 10 të filmit Dhimbja e dashurisë.